Për të 13 vit me radhë në Shkodër u zhvillua ahengu shkodran me disa prej këngëve popullore të përzgjedhura që këndohen në dasmat, gëzimet dhe oborret shkodrane. Për herë të parë ky aktivitet në ditën e trashëgimisë kulturore erdhi në pedonale në qendër të qytetit duke bërë bashk ardashës të ahengut, por edhe kalimtare turist. Drejtuesi artistik i ahengut shkodran, Bardhyl Hysa, thot se po tregohet një interes për të mbajtur të gjallë këtë traditë të hershme me këngët e vjetra popullore. Po jam shumë i kënaqur që ahengu shkodran po vazhdon të ketë interes nga vitin e vit. Ishte risi që këtë vit ne e sollim ahengun shkodran këtu në zemër të Shkodrës, pra në pijacë, këtu ku gjithmonë janë bërë të xhirët e mramjes në meloditë shkodrane dhe risi si vjet ishte gjithë përfshirja, pra futja edhe kalamajve edhe fëmijëve të vegjël për ta mësuar këngën shkodrane dhe për ta trashëguar. Dhe unë për këtë jam shumë i lumtur sepse Shkodra garanton talente të reja edhe në këtë fushë. Pra nuk është e kollajshme sot që në këto dimensione të reja që ka zhvillimi, ne të arrijmë, si më thënë, të mbajmë të pastër këngën shkodrane edhe në talente të reja. Kuptohet që me punën mirëkuptimin e stafit, të bashkisë, të gjithë të qendrës kulturore të fëmijëve, ne bëmë këtë koncert në zemër të Shkodrës, dolme nga ambienti që mu më pëlqente shumë e kisha për zemër aty te muzeu ose Kuka, por edhe këtu rezultoi që ishte suksesshëm, pasi gjithë janë profesionista, këngëtarët janë shumë të mirë, me zane të larmishme edhe besoj që edhe publiku është kënaqur sonte. Drejtuesi i orkestrës maestro Ilir Zogaj u shpreh se në dasmat shkodrane këngët e ahengut nuk po rezultojnë aq prezente, ndaj edukimi i brezit të ri është më së i nevojshëm. Gjithsesi kjo është një vazhdimsi shumë e mirë dhe unë besoj shumë e denjë që me të vërtetë Shkodra e ka bërë tashmë traditë. Edhe risia që ne e bëmë këtu në qendër të qytetit, edhe kjo vleti për mirë. Ishte një spektator, kishte mundësi të ishte një spektator pak më i gjanë për efekt hapësirës këtu ku dha. Pa diskutim që na çdo vit kena pas elementri, po si vjet ishte pak dukshëm se ishin edhe gjithë ato fëmijë që knunen edhe performonin këngën qytetare shkodrane. Kjo nuk është thjesht një risi, kjo është një vazhdimsi e një tradite aq të mirë që na kena me këtë këngë. Me të vërtetë unë e them me plot gojë, jo thjesht se unë jam pjesëmarrës, po unë e shoh në sytë e spektatorëve që e mirëpresin dhe e dojnë jashtëzakonisht këtë shfaqje, këtë aktivitet. Në dasma, biles me që ju e cik këte, ne kemi ba një përzgjedhje pak më të veçantë si mjetë, jo thjesht ato këngët e dasmave që janë ba tradit, që nuk më vjen mirë ta them, por kanë met po knohen vetëm një pjesë e vogël e tynja. Pra na hap me pak gamen edhe prek me disa këngë më shumë që me të vërtetë ka shumë Shkodra, por unë mundu me që mos të mesim thjesht ato këngë që vazhdimisht knohen dasma. Edhe besoj që edhe publiku i mirë priti shumë, edhe i parë që gjithë po kënoshin me ne. Kështu që Shkodra është me një pafundësi këngësh. Edhe i fije më shumë të knohen e të bëhat edhe më shumë çdo herë më shumë tradit që të ketë këngë shkodrane ku ka më mirë se të knosh këngë e vendit ku ke lind vendit tanë. Albana Fani ishte një prej këngëtarëve që performoi duke ardhur nga Amerika për ahengun shkodran. Muzikë e cila i mungon në jetën e saj jashtë Shqipërisë. Gjithmonë kur vin Shkodër është një emocion i veçantë çdo herë, domethënë, edhe ishte kënaqësi që u ftova për me kenë pjesë e këtij ahengut. Për mu, unë jam rrit me këngën shkodrane, na e kena kënu në Roborre, e kena kënu në Shtëpinë e Pionjerit, në klubin e Rinisë, gjithkohë. Një gjë e bukur, një gjë fantastike, edhe shpresoj që Shkodra t'i majnë gjallë këtë këngë me gjithë to talentet reja që kanë, edhe është si me thanë, shpresoj shumë të Shkodra, të arti, të bukra, sepse e kena pas trashëgim edhe duhet me e quma për para gjithmonë. Mungan shumë, jeshtë masët shumë. Atje kënaqësinë e kam kur hypin makinë që e kënoj këngën me të regjistrume, atje që e kënoj kur e një në televizor e gjithçka, për mu kënga është jeta, për mu kënga është fryma.
nuk di se që me thonë, jam shumë e kënaqur që erdha dhe që ish pjesë edhe bana kontributin tem sa do pak të vogël për këtë aktivitet. Pjesë e ahengut Shkodran këtë vit ishin disa prej këngëtarëve më të mirë të rinj. Për herë të parë morën pjesë fëmijët e qendrës kulturore Kujtim Alia, së bashku me qendrën Pjetër Gaci, duke sjell një larmiz zërash dhe brezash në edicionin e 13, ndërsa u mbajt edhe një homazh për këngëtarin Agim Molla, i fundit i ahengut të pastër Shkodran, i cili u nda nga jeta pak ditë më parë.